Dhe për këtë arsye, besimtarët e Allahut nuk kemi sot përjetim të fjalëve të Allahut, sepse zemrat janë të fjetura. Zemrat nuk po e kuptojnë madhështinë e këtyre fjalëve, nuk po e ndjejnë nevojën e këtyre fjalëve. Prandaj, një besimtar nuk duhet të fokusohet në numrin e hatmeve që lexon, por në fjalët e Allahut që përjeton. Wallahi, 100 hatme me i lexu mekanikisht nuk vlen sa një fjalë e një ajeti që i ke përjetu shpirtnisht. Se që kjo fjalë mund me ta ndryshu komplet jetën. A realisht, Kurani ka zbrit për me e përjetu. E nuk mund është me e përjetu pa e meditu. Pa u ndalë, me ndalë vetën e me thonë, a din që ka jem të lexu. Fjallën e Allahut, po ku ka ndërim më të madh se sa me lexu fjallën e Allahut. 5 ajete, në ditë le t'jenë, ama le t'jenë të përshpitshme, të përjetuara. Përjetoje sikur Allah është të të folë ty direkt, dhe realisht është të të folë ty, mu dhe krejtëve. Prandaj ai që lexon Kur'anin për herë të parë thotë, ndihesha sikur se Allah është duke më folur vetëm mua. Këtë praktik e kam pa prej disa që e kanë pranuar Islamin. Edhe ata më thonin, vallahi hoxh, kur e kam lexuar Kur'anin për herë të parë, jam ndier sikur Allahu po më flet vetëm mua. Sepse realisht Kur'ani është komunikim direkt i Allahut me ne. Namazi është komunikim direkt i yni me Allahun, Kur'ani është e kundërta.